Ja me Kueli Lulën, me Oriola Pampurin, me Demokratët e Euroatlantik, në lidem jemi. Këtu jemi më ramë. Po ti ku jemi më ramë? Aty ku më ke lënë Lul. Aty, si për çadrës tate. Pasioni mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës duke se është duke rinisur, tani përmes videove që ata i dërgojnë njëri tjetrit në rrjete sociale. Pas disa peripecive politike, ata po çmallen përmes këtyre mesazheve virtuale pa mundur të zhvillojnë një takim kokë më kokë. Basha në një video i drejtohet Ramës duke thënë se ndodhet me Oriola Pampurin dhe Demokratët Euroatlantik, duke theksuar aktivitetin e tij në qytete të ndryshme. Nga ana tjetër, Edi Rama përgjigjet me mor dhe me një farsë nostalgjie duke rikujtuar Bashës marrëveshjen e vitit 2017 dhe duke shtuar se vetëm një gjë ka mbetur e pandryshuar, duke aluduar për marrëdhënien e tyre të vjetër. Në një tjetër mesazh, Basha e pyet Ramën për vendodhjen e tij dhe ku ndodhet, ndërsa Rama me ironinë e tij të zakonshme kujton një periudhë ku ai dhe Basha ishin së bashku në një çadër duke përmendur detaje nga ajo kohë. Video kombimi mes tyre vazhdo me humor dhe batuta të njëpasnjëshme, ndërsa Rama shpërndan dhe disa mesazhe të tjera duke theksuar që nuk ka vdekje që mund ta ndalojë Bashën, duke referuar atij si një person të pavdekshëm. Në fund, Basha e fton Ramën për të vazhduar këtë lloj çmadhjeje dhe shpreson që këto takime të ringjallin betejën e tyre politike, ndërkohë që Rama gjithashtu e përshëndet këtë ftesë. Bëu i gjallë më burr. Bëu i gjallë, mos mundatesh ti. Hajde vllai. Forca, Demokratët Euroatlantik. Erdhi dita. Ramaik. Këto komunikime mes tyre duken si një shenjë të rinovimit të një rivaliteti të vjetër politik, i cili dhe pse ndoshta i shuar në një kohë, tani ka filluar të rilind me forma të reja.